Ndarja nga jeta në mënyrë krejt të papritur të vëllait të Gjestit ka tronditur thellë familjen e tij. Edhe pse familjarët e afërt po mundohen të rrinë pranë familjes së Gjestit, dhimbja është tejet e madhe. Por ajo që e ka përjetuar më me shumë dhimbje këtë moment ka qenë mamaja e Gjestit. U vure se ajo nuk ishte tek funerali të birit dhe shumë pse lindëm pas këtij momenti. Burime pranë familjes Kelmendi kanë dhënë detaje shumë prekse për maman e Gjestit. Në momentin që ajo ka marrë lajmin për humbjen e të birit, kaloi në gjendje shoku dhe është dërguar menjëherë në spital. Kjo situatë rëndoi edhe më tepër gjendjen e Gjestit. Ai së bashku me motrën i qëndruan afër mamas, e cila përfundoi në spital. Humbja e të birit bëri që ajo të qëndrojë disa ditë në spital nën asistencën e mjekëve. Së fundmi, mjekët janë shprehur se mamaja e Gjestit ka dalë nga spitali dhe ka shkuar në shtëpi, ku po i qëndron afër familja. Kjo është një dhimbje që vështirë se mund të kaloj për një nënë që ka humbur të birin, por lajmi i mirë është se tashmë ajo ka lënë ambientet e spitalit dhe është pranë familjes. Lutemi që Zoti t'i japi forcë mamas së Gjestit dhe gjithë familjes Kelmendi për ta përballuar këtë dhimbje të thellë për ta.